إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjitha falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Tek Ai pendohemi dhe vetëm Atij për ulemi dhe I nënshtrohemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e vetes sonë, se dhe nga të këqijat e veprave tona. Me të vërtetat që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa çelën në humbje nuk ka kush që udhëzon pas Tij subhanahu wa taala. Dëshmoj se vetëm Allahu është ai I cili meriton të adhurohet me të drejtë, I cili është I vetëm dhe I pashoq, si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është provë dhe dërguar I Tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershëm, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Fjala më saktë është fjala Allahut azza wa jall. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I profetit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të urryera janë risit, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi ka në zjarr të xhenemit. Fillimisht të këshilloj vetveten, e pastaj edhe juve me frikë, devotshmëri dhe për ulje ndaj Allahut azza wa jall. Sepse kjo është porosia Allahut azza wa jall për gjitha krijesat që nga njeriu I parë deri tek I fundit. Vëllezër të nderuar, para nesh këtu është një libër prej librave të rëndësishme në akide. Është një libër që për nga madhësia nuk është shumë e madhe. Mirë, po për nga përmbajtja e saj është shumë e madhe. Është prej librave të dobishme dhe të çmuara të Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi. Ky libër është Thalathatul Usul, 3 parimet. Është prej librave të vlefshme, të çmuara të autorit, edhe pse autori rahmetullahi alayhi ka shumë libra të ndryshme që ka shkruar dhe në akide dhe në lamit e tjera, që dallohet nga autorët të tjerë. Ku për librave më të veçanta është Kitabu Tauhid, libri Tauhidit. Mirë po, ky libër po ashtu ka vlerën e vet, sepse I shtjellon apo I sqaron 3 çështje ose 3 baza ose 3 parime që duhet I di secili musliman dhe muslimane dhe secili besimtar dhe besimtare. Autori rahmetullahi alayhi I ka përmendur 3 parime ose 3 usule, baza që secili prej nesh duhet I di, të mësoj, të praktikoj, të jetësoj në jetën e përditshme. Këto janë marifatullahi xhalla wa ala, njohja e Allahut madhrishëm, e para. E dyta është marifatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, njohja të dërguarit të Tij. Dhe e treta është marifatu dinihi bil adilla, dhe njohja fesë së Tij me argumente. Me argumente. Do thotë këto 3 baza, këto 3 usule, marifatullah wa marifatu nabiyihi wa marifatu dinihi, njohja Allahut, njohja e pejgamberit të Tij dhe njohja fesë së Tij me argumente janë 3 baza ose 3 usule që duhet I di secili prej nesh. Këto 3 usule ose këto 3 baza janë ato të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka përmendur në një hadith, I ka përshkruar duke thënë: "Dhaqa ta'amul imani", e ka shiju ëmbëlsirën e imanit. "Man radiya billahi rabban", kush është I kënaqur që Allahu të jetë Zoti I tij. "Wa bil islami dinan", dhe që Islami të jetë feja e tij. "Wa bi Muhammedin nabiyyan",
dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë pejgamberi i tij. Ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon për vlerën dhe peshën që kanë këto 3 parime ose këto 3 usule që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith. Po jo vetëm kaq. Pas çdo ezani që thret muezini, sa herë që thyet ezani për namaz, është pi suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që njeriu një herë të thotë La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj të thotë raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan. Do thotë jam I kënaqur që Allah është Zoti im, dhe feja ime është Islami dhe pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon për vlerën që kanë këto 3 baza, për rëndësinë dhe peshën, saqë ajo që ka ardhur në hadithet sakta, njeriu pasi që të vdes dhe vendoset në varrin e tij, do të pyetet. I vijnë 2 melajke dhe e pyesin: "Man rabbuk? Ma dinuk? Wa ma nabiyuk? Wa man nabiyuk?" Kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Dhe kush është pejgamberi yt? Do të thotë, tu kanë një peshë, një rëndësi të madhe. Të 3 hadithe që I përmendëm aludojnë për vlerën e madhe që kanë këto parimet, bazat ose 3 usulet që I ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi në librin e tij. Njeriu do ta ketë parasysh se këto 3 parime janë bazë dhe secili prej nesh ka më pyet për to. Nëse njeriu nuk I din jetën e përditshme, nuk I praktikon, nuk I jetson, do të çalon edhe në botën e përtejme. Do të çalon në jetën e varrezave, do të çalon në ahiretin përgjithësi. Për këtë arsye, njeriu duhet të mëson sa të gjallë, të praktikoj. Për këto kemi më pyet ne, prindrit ton, bijt ton, bija tona, vëzrit, motrat, se do të thotë nuk ka më shpëtu njeri pavarësisht a u varros në varr apo nuk u varros në varr, sepse njeriu mund ta zë në forma të ndryshme vdekja, varësisht një periudhave kohë ku jeton ose si jeton. Ai njeri do të pyetet, do t'i vinë 2 melajkat, do t'i thonë kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt dhe kush është feja jote. Këtë libër të Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, 3 parimet, do të thotë thalathatul usul. Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi e ka shkruar ose mënyra se si e ka shkruar këtë libër nuk dallon prej selefit. Për çfarë arsye? Sepse selefin e përgjithësi, kur kanë folur për çështjet e akides, asnjëherë nuk kanë dalë nga ajo që ka thënë Allahu dhe I dërguari I tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo interpretimi I selef I sahabëve radhiyallahu anhum ose trebrezave të parë. Ne shohim disa njerëz që mundohen të akuzojnë Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi. Disa thonë ka ardhur me fe të re, disa thonë ka ardhur me madhhab jadid, madhhab të ri. Disa thoni ka kundërshtuar 4 shkollat juridike, madhhabin Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbali, e kështu me radhë. Mirë, por realiteti është krejt ndryshe. Nëse I shiqojmë në aspektin e fikut, ka qenë Hanbali. Edhe pse ka qenë mujtahid, I ka ndjek argumentet, nuk ka qenë fanatik në madhhabin Hanbali, po I ka ndjek argumentet. Nëse shikojmë në akide, çdo gjë që e ka përmend në akide është me argumente nga Kurani dhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye e ka përmendur në fillim të librës: Marifatullahi wa marifatu nabiyihi wa marifatu dinihi bil adilla. Njohja e Allahut, njohja e pejgamberit e tij dhe fesë e tij me argumente. El adilla. Më thonë adilla është shumë si fjalës dalil. Do të thotë argument. Kjo çka ka për qëllim? Argumente që vinë nga Kurani dhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shohim se gjithë ulemat e ehlus sunetit dhe xhamatit, selefit, çdo herë kur kanë shkruar libra në akide, e po ashtu Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, çdo herë ka argumentuar secilin pjesë me ajet ose me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë sen nuk e kanë pru të re, po është e bazuar në Kur'an, librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është veçori I këtij libri, ashtu sikur që janë edhe libra të tjerë të tij,
është se libri ti veçohet se për çdo mesele sjell argument. Për çdo çështje sjell argument. Për këtë arsye shohim çdo mesele që ka përmend në libër e ka përmend argumentin. Kjo aludon për husnul istidlal. Do të thonë mënyra e mirë dhe e saktë dhe bukur e argumentimit. Për shembull, çdo herë argumenton ka thënë Allah Azza wa Jall, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke bazuar në këtë, atëherë kemi për obligim që ta marrim, ta lexojmë, të meditojmë në këtë libër dhe ta jetësojmë në jetën e përditshme. Për çfarë arsye? Duke ditur se ne do të pyetëm për këto gjëra, për Allahun, pejgamberin dhe fenë e tij, fenë Allahut Azza wa Jall, atëherë kena për obligim që të mundohemi të mësojmë këto, të studiojmë, të analizojmë, të meditojmë në to, jo vetëm të mësojmë përmend që të dimë vetëm ashtu, mirë po të japim hakun secilës mesele për tyre. Ta njohim Allahun Azza wa Jall me emrat e cilësitë të bukur, ta njohim tauhidin me llojet e tij, tauhid rububie, tauhid uluhie, tauhid asma wa sifat, e kështu me radhë. Pastaj ta njohim hakun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ta ndjekim rrugën e tij, mos ta kundërshtojmë. Pastaj ta njohim Islamin, të dim argumentet e tij, të dim burimet e tij, e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Sepse kështu jetësohet Islami. Nëse nuk i dim, atëherë nuk kemi për pas mundësi që ta realizojmë dhe ta praktikojmë ashtu si duhet dinin e Allahut subhanahu wa taala. Duke bazuar në ky libër, është obligim që të shpërndahet, që mësohet e tjerëve, është obligim që të interpretohet, është obligim që t'ia tregojmë secilit prej nesh të afërmëve tonë, pavarësisht a çfarë moshe kanë. Pse? Sepse këto janë çështje që do të pyetëm për to. Kena më pyet për melekëve, siç e përmendën në fillim, pasi që të ndrojmë jetë, do të na vesin kush është Allahu, kush është Zoti, kush është pejgamberi dhe kush është feja jote. Dietarët e hershëm në përgjithësi që kanë ardhur posaçërisht mas thirrjes së Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahmetullahi alayhi. Aq shumë i kanë kushtuar rëndësi këtij libri, saqë thotë Sheikh Abdurrazak al-Badr, dietarët edhe imamet e xhamiave u kanë mësuar xhamatit të vet dhe kur kanë qëndruar në xhami janë ndalë dhe kanë në vend që të bisedojnë tema të ndryshme të kësaj bote, e kanë bërë përsëritje të këtyre meselave që i ka përmend Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi. Për këtë, jo vetëm imamet e xhamis, po edhe xhamati i tyre i ka ditë përmendsh këto usule, këto baza, dhe kanë qenë nga ata të cilët nuk kanë hezituar, edhe pse dikush i nënvlerëson mendon se janë çështje të thjeshta, nuk kanë hezituar me qëndru bashkë dhe me përsërit, saqë disa prej tyre ka thonë na tregon diçka për dinin dhe thotë kanë pas për qëllim to tri parime. Pse, për çfarë arsye? Sepse këto tri parime përfshin dinin e Allahut Azza wa Jall. Do thonë përfshin Allahun, pejgamberin sa dhe vetë fen Islam e dinin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, këto duhet të mësohen përmendsh dhe duhet të vendosen ose të nguliten në zemrat e njerëzve, sepse kjo ose këto parime ose këto usule janë qaidatun fil aqide, janë rregull ose parim në aqide. Këto tri parime, nëse shiqoj me shiqim të mirëfilt dhe të drejt, janë baza e fesë. Janë baza e shpëtimit dhe lumturisë në këtë botë. Po ashtu edhe në botën tjetër, dhe nuk ka mundësi njeriu të arrijë, me thënë, shpëtimin, kënaqësinë, lumturinë, sidomos në botën tjetër, illa bi tahqiqi thalathat al-usul. Vetëm duke realizuar tri usulet ose tri bazat. Kjo porosi ose kjo libër e Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahmetullahi alayhi, dietarët shumë i kanë kushtuar vëmendje. Për këtë shohim kohën e sotme. Shumë dietarë, për Sheikh Ibn Bazit, Uthayminit, Sheikh Fazanit, shumë shejukh të tjerë të ndryshëm e kanë komentuar. Disa kanë komentuar më zgjersisht, disa më shkurtimisht, po secili prej tyre, edhe para Sheikh Ibn Bazit rahmetullahi alayhi, shejukh të Sheikh Ibn Bazit dhe Sheikh Uthayminit rahmetullahi alayhi, ku një ndërtash edhe autori i librës Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Najdi, ka qenë Sheikh Uthayminit dhe Sheikh Ibn Bazit
e ka komentuar këtë libër. Për çfarë arsye? Duke pas parasysh vlerën e këtij librit, secili prej tyre e ka komentuar dhe mundu me ja interpretuar umetit në forma të ndryshme, me qëllim që njerëzit të përfitojnë prej saj. Që është një çështje e rëndësishme, ai i cili rritet, edukohet në frymën e Kuranit dhe Sunetit, e posaçërisht duke mësuar këto bazat e akides, një ndër to dhe 3 parimet që janë këtu që do të shpjegoj. Nëse këtë person e zë pleqëria, është interesant të Sheikh Abdulrazak al-Badr është për atyne që edhe në pleqëri thellë është në gjendje mi përsërit, mi rikujtu, ose mi përkujtu, do me thonë këto parime. Sheikh Abdulrazak al-Badr e tregon një rast njëherë gjatë interpretimit, ose gjatë komentimit e këtij libri, ku thotë, gjyshin Sheikh Hamed, baba e Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, baba e Sheikh Abadi, thotë i ka pas diku 100 vite, ka jetu do me thonë shumë. Disa muaj të para se me vdek, thotë aq ka qenë do me thonë i moshuar, me shtyrë mosh, mirë po për shkak se ka jetu me islam, thotë mi ka përsërit 5 tagutat, 5 llojet e tagutave. 5 llojet e tagutave. Thotë më përjashtim thotë njëri s'u ka kujtu. Thotë e ka përsërit, ka thënë në taguti i parë është iblisi. Taguti i dytë ka thënë men da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Kush i thret njerëzit që ta adhurojnë atë, më thënë vetë çat person. Taguti i dytë men da'a ilmul ghaib. Kush pretendon një dijen e gajbit, fshehtësisë. Taguti i katërt men hakama bi ghairi ma anzal Allah. Kush gjikon me diçka tjetër pos Allahut, pos ligjit të Allahut azza wa jall. Thot kur i ka treguar 4 tagutet, 4 llojet e taguteve, thot kam rriti 5. Ka thon 5 nuk po më kujtohet. Atëherë thot Sheikh Abdulrazak al-Badr thot i kom thon men ubida wa huwa radin, men ubida min dunillahi wa huwa radin. Kush adhurohet pos Allahut dhe është i kënaqur me këtë. Thot ka thon hadha mudallal. Hadha mudallal i bën më thonë është tagut i qartë. Men ubida min dunillahi wa huwa radin, kush adhurohet pos Allahut azza wa jalla, është i kënaqur diku që tjetër adhurohet, më thonë s'ka dyshim se ky është tagut. Thot Sheikh Abdulrazak al-Badr, kjo tregon se ai njeriu i cili jeton me islam, i mëson parimet e akides, i mëson gjëra të tilla të ngjeshme, nuk ka dyshim se edhe nëse mrin moshën në thellë, i kujtohen edhe në moshë të thellë. Kanë thënë disa prej selefit, ai i cili mëson Kur'anin përmendsh, pavarësisht sa jeton, lem yakhraf, i bjen nuk rokate që thoi masjid. Nuk, do më thonë, nuk humb mendjen, nuk humb memoren. Për atë arsye, i shohim na dietarët, sa të më shumë janë, do më thonë kanë arrit një moshë shumë thellë, po megjithatë e kanë memorien e kthjellët, kur flasin, kur përgjigjen, kur japin fetva, e kështu me radhë. Pse? Sepse kanë jetuar me Allahun, kanë jetuar për Allahun, e kanë lexuar fjalën e Allahut, e kanë mësuar fjalën e Allahut, i kanë mësuar çështjet e akides dhe kjo kanë dedikuar, do të thonë që ata me pas edhe memorien e rujtën. Imam Shankiti rahmetullahi alayhi, sahib Adwa al-Bayan, ka qenë komentuesi i Kuranit që ka tefsirin Adwa al-Bayan. Do të thonë ka qenë selefi, jo Shankiti që gjallë. Ka vdek rahmetullahi alayhi. Thot njeriu i cili merret me Kur'an, e lexon Kur'anin, praktikon Kur'anin, edhe mëson përmend Kur'anin, ai pavarësisht sa jeton memoria atij është e kthjellët. Memoria atij është e kthjellët. Pse? Se ka jetuar me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Fatkeqësisht në kohën e sotit shumë njerëz që nuk i kushtojnë vëmendje këtyre gjonave. Posaçërisht këtyre 3 parimeve ose çështjeve 5 llojet e tagutave, shpjegimit të tyre, çështjet e akides së përgjithësi, çështjet e tauhidit. Pse? Sepse njerëzit janë të shqetësuar me gjona të kota. Disa janë të shqetësuar me fiqhul waqi', më thënë me aktualitetin, që kanë bërë gjatë javës, gjatë ditës, gjatë muajit e kështu me radhë, disa tjerë me politikë, disa tjerë me tregime boshe. Mirë po, është shqetësueshëm shumë kur muslimani që fal 5 vakte, që është praktikues i Kuranit dhe Sunetit, që i referohet rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugës sahabëve radhiyallahu anhum, edhe nuk i din këto gjëra, atëherë është shumë shqetësuese. Pse?
sepse njeriu atëherë ka domethënë halal, ka dobësi në akiden e tij, në besimin e tij. Nëse nuk I din këto gjëra, ka dobësi në akiden e tij. Për këtë duhet mi kushtuar rëndësi shumë të madhe këtyre triparimeve. Po duhet mi kushtuar rëndësi shumë të madhe dhe ndarjes së tauhidit të llojet e tij. Për me ditë cila është më e rëndësishmja, cila është ajo për çka kanë ardhur pejgamberët, cila është tauhidi për çka Allah Azza wa Jalla ka dërguar pejgamberët, dhe cila ka qenë shkak që me pas betejë, lufta mes pejgamberëve të Zotit dhe popujve të tyre. Se ka disa njerëz folin për tauhid rububie, veçimin e Allahut në krijimtari, furnizim, jetë, dekë kështu me radhë, po harrojnë se më e rëndësishme tauhid uluhie. Domethënë veçimi i Allahut në adhurim. Mushrikët e Mekës nuk kanë dyshuar që Allah I ka kriju, nuk kanë dyshuar që Allah I furnizon, nuk kanë dyshuar që Allah I jep rrezik, nuk kanë dyshuar që Allah I ka jep jetën, vdekjen kështu me radhë. Po ata kanë pas probleme në tauhid uluhie, në çështjen e adhurimit. Për këtë arsye, parsore, më e rëndësishmja, ajo është që duhet me qenë për muslimanin, është që njeriu me mësu akiden, me mësu tauhidin, me mësu këto triparime, me ditë llojet e tagutave, pastaj me ditë që shpjegimin e tyre. Pse? Sepse kur të him të llojet e tagutave, për shembull, men hukama bi ghayri ma anzal Allah, kush gjykon me një gjë që pas ligjit të Allahut azza wa jall, aty hasin në probleme të mëdha. Pse? Sepse disa mundohen t'ja qesin ose t'ja vendosin këtë epitet secilit që nuk gjykon me ligjin e Allahut. Pa bos sharim, pa bos tefsil. Për këtë I shohim xhavarexhet, do të thonë që I thojnë kufar shumicës së prisave. Do të thonë nuk kanë njohuri në këtë mesele, sepse nuk e kanë kuptuar dhe pastaj I konsiderojnë pabesimtar. Kur njeriu I kushton vëmendje këtyre gjanave e posaçërisht davexhit, duat, xhallaret, atëherë shohim se me të vërtetë muslimanët kanë arritur me kuptuar realitetin dhe shohim se me të vërtetë muslimanët kanë arritur me kuptuar dinin e Allahut azza wa jall. Njerëzit ju duket e çuditshme, po njerëzit jetojnë me vite. Me vite jetojnë. Ndoshta dinë edhe gjuhën arabe. Ndoshta edhe kanë studiuar, ndoshta edhe në universitete që janë dallume, por nuk ja kanë haberin çka është tauhidi, çka janë llojet e tij, 3 lloje. Nuk e kanë haberin çka janë 3 usule, 3 parimet. Po Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, kur ka ardhur me thirrje populli në Xheziretul Arabie, nga dishullin arabik ka qenë zhytur në shirq dhe idhujtari. Allah azza wa jall e ka qenë me mirësinë e tij dhe o bosh shkaktar me davetin e tij që njerëzit më u hek për hurën pysyve, për hurën e ignorancës, për hurën e shirkut, e kështu me radhë, dhe mi kthyn dinin e Allahut azza wa jall dhe dinin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë shumë ka qenë për hapur idhujtaria, saqë kur ka ardhur Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, vorrët e sahabeve, vorri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vorri nënës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka dekën periudhën e xahilietit, e shumë varrezat e tjera janë adhuru edhe më shumë se sa ndoshta edhe në kohën e shirkut ata idhujt që I kanë pas ata, sepse I kanë mbulu ignoranca dhe janë zhytur në ignorancë të thellë. Atëherë Allah azza wa jall ka dashur me mirësinë e tij që Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi me voda vet me interpretu Islamin dhe me nxjerr njerëzit nga rësira në dritë. Dhe kështu që ata me adhuru Allahun dhe me ndjek rrugën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim, thënë dietarët, se Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është mujaddid. Ka një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jall në çdo 100 vjet, në kujt 100 vjetëve e dërgon një njeri, një dietar, jo pejgamber, për e shpash një njeri të dishtur, të rrallë, me një jaddidu dine, e ringjall fenë e tij, nuk është reformator, se ngatroj njerëzit, fjala reformatorë që të gjanë, mirë po ju jaddid dinehu, dhe më thënë e ringjall fenë islame. A shumë ka qenë përhapur idhujtaria, kur është shfaq për Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi me da'ven e tij, me thirrjen e tij, sa që mbi varrin e pejgamberit sa kanë qenë të varura që ngelet, asoj si u thonë aty varësit ku varet mishi, si kanë prej kurbana që kanë bërë ato shirkjate, bistytnie ose bidate, njerëzit e asaj kohe. Mirë po, ka deshtë Allah azza wa jall me davetin e Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, po edhe ashtu prisave Alu Saud, parve familjes Saudiane që në të partë të tyne,
që mu ringjall Islami dhe si shkak I bereqetit të kësaj thirrje, edhe sot mu lartësu fjale Allahut në atë vend, mu madhru Allah Azza wa Jall, mu ndalu ose mu penalizu shirku me ligj, mos flasim për harame tjera. Kjo do të thotë për mirësive, për bereqeteve të davetit e tij, rahmetullahi alej. Andaj ata të cilët flasin për te, shpifin për te, gënjejnë për te, se kinsa e ka sjell fe të re, se kinsa e ka ardhur me një fe të re, me një medhheb të ri, me thënë shkollë juridike të re, krejt këto janë si shkak I ignorancës, ose si shkak I urrejtjes. Thot Sheikh Hamad al-Ansari rahmetullahi alej, për muhaddithinëve të Medines, më shumti që kanë shkruar libra kundër kësaj thirrje janë parandoria Osmane Turqelit, një edhe një shijat e Iranit. Shijat e Iranit ju kanë pengu shirku, ka pengu ndalimi I shirkut, ju ka pengu thirrja të tauhidit, po ashtu edhe Osmanlive, ju ka pengu thirrja të tauhidit në Kur'an dhe Sunet, posaçërisht në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Irani ka qenë atëherë dhe tash I zhytur në shirk, kurse parandoria Osmane fatkeqësisht ka qenë zhytur në bidatën, në sufizëm e kështu me radhë. Për këtë shohim se kjo urrejtje është edhe tash. Sa më shumë që është njeri I kapur në Sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se do të ballafaqohet me urrejtje, me sharje, me nënçmim, me ofendim nga ata të cilët nuk e din Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky libër, do të thonë Thalathatul Usul, tri parimet e Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahmetullahi alayh, fillon me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Kjo është tradita e autorit në këtë libër, ose zakoni I autorit kur e ka shkruar këtë libër. Vetë fillimi I shkrimit të këtij libri, duke filluar me Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit, tregon se ka pas një stil veçantë në shkrimin e librave. Mas pari fjala Bismillahirrahmanirrahim, kelimetu isti'anatu billahi azza wa jall. Kelimetun isti'anatu billahi azza wa jall. Tregon se njeriu kur të shkruan Bismillahirrahmanirrahim dikon, e kërkon ndihmën Allahu subhanahu wa ta'ala. Kërkon përkrahjen Allahut azza wa jall. Bazuar në këtë është legjitime që njëu kur të shkruan diçka me shkruan me Bismillahirrahmanirrahim. Ka ardhur një hadith. Hadithi është mukhtalifun fi. Ka mos pajtime të dietare rreth saktësisë së tij. Disa ka thënë dhaif, disa ka thënë hasan. Po si dhe që tjetë, është për haditheve që kuptimi I tij ka bazë. Çdo punë që fillohet pa bismillah, do të thonë pa besmele, ajo do të thonë për është diçka e prishur, e dështuar. Autori rahmetullahi alej e ka nisë me Bismillahirrahmanirrahim duke u bazuar këtë hadith, sepse hadithin e ka konsideruar për haditheve, do të thonë pranueshme, hasan ose sahih. Kjo tregon që është rrugë ose është mënyrë legjitime se njeriu çdo punë të tij me bëu me bismillah. Mirë po, ka raste kur shkon Bismillahirrahmanirrahim, po ka raste kur nuk thot Bismillahirrahmanirrahim, po thot vetëm bismillah. Për shembull, kur është çështja ushqimit, pijes, kur hen në shtëpi, del pi shtëpisë, e kështu me radhë, zakonisht vetëm thot bismillah. Kur është çështja të shkrimit ndë një shkresë, e shkruan Bismillahirrahmanirrahim. Mirë po kjo që ka bo Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayh, thot Sheikh Abdul Razak al-Badr, kjo është bazu në vetë librin Allahut azza wa jall. Bazu në atë që Allah azza wa jall ka shkruar librin e tij, ku Kurani fillon me Bismillahirrahmanirrahim, tani elhamdulillahi rabbil alamin. Apo shumica surave për ashtim surët at-Tauba, që nuk e ka Bismillahirrahmanirrahim. Po arsye pse e ka bë këtë, e ka bë thot për me lyp ndihmën, suksesin, për krajën Allahut azza wa jall për atë që e shkruan në këtë libër. Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayh thot kur e ka shkruar këtë libër, thot e ka shkruar për dy arsye.
në fillim Bismillahirrahmanirrahim. E para bazu në atë që ka shkruar Allah azza wa jalla në Kur'an, dhe e dyta thot në atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shkruar në shkresat e tij, ku i ka dërguar letra ose shkresa princave, mbretërve ose guvernatorëve të ndryshëm, e ka shkruar në fillim Bismillahirrahmanirrahim. Për këtë arsye, kjo do të thot Bismillahi e këtu. Të që përshkruj me emrin e Allahut. Po njeri duhet me pas ndjenin, kur të shkruaj Bismillahirrahmanirrahim, me pas ndjenin që ka shkruar me emrin e Allahut azza wa jall. Kjo është tabarrukan, është për bereqet. Do të thonë është bereqet, në të kuptim, në kërku bereqet, në kërku sukses për Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ismullah, emri Allah, është emri i veçantë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Interesant është se emri Allah nuk ka ndodhur asnjëherë që dikush prej njerëzve ta vendos emrin vetit. Ka pas njerëz që kanë marrë emrat Allahut ose cilësitë Allahut ja kanë vendosur vetvetes. Mirë po Allahu subhanahu emri Allah është lafdhatul jalala, është i posaçëm veç për Allahun e madhërisëm. Dhe është interesant që ky emri Allah aludon për uluhiyye. El-uluhiyye, që ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ku thot që ky tregon se Allah azza wa jall është mustahiqun lil ibada. Allah meriton adhurimin. Vetë fjala kur ne pohojmë dhe besojmë bindshëm, Allahu meriton adhurimin, do të thotë që askush tjetër e kundërta më një herë është, askush tjetër post tij nuk duhet të adhurohet. Askush tjetër post tij nuk e meriton adhurimin. Për këtë arsye, njeriu duhet të meditoj në veprat e tij. Veprat e veta, çka janë ibadet, çka do të janë ibadet, gjitha duhen me qenë për Allahun subhanahu wa taala. Sikur ta kishin kuptuar muslimanët e sodit këtë çështje si duhet, ata nuk do të kishin pas kaq shumë shirk i dhujtari në umet, saqë edhe në vendet arabe muslimane është për fatkisht që mos flasim të këto që kanë xhami, musliman jarat, është për hapën më të madhe ku kurbanat bëhen për idhuj, ku zotimet bëhen për idhuj, ku duat bëhen për idhuj, lutjet, ku tavafi bëhet për vore ndryshme, kurse krejt këto janë ibadet. Si thot janë ibadet, dhe të thotë përfshin vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe askush tjetër. S'ka të drejtë në to. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala jami' al khalqi ajma'in. Allahu është ai i cili e meriton adhurimin, dhe askush tjetër do të thotë. Dhe të gjitha krijesat pa përjashtim, të gjitha krijesat janë robërit e tij. Do të thotë Allah meriton adhurimin dhe ne dhe gjitha krijesat janë robërit e tij. E Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot Sheikh Abdul Razak al-Badr, me këtë fjalë ka ludu ose ka tregu për dy çështje. E para thot ka tregu për uluhiyetullah, që Allahu meriton adhurimin, wa hiya kamaluhu, dhe ai është përkryer vetëm për Allahun azza wa jall, wa jamaluhu wa kibriyauhu wa 'azamatuhu, dhe ai është i përket Allahut azza wa jall sepse ai është madhështia, bukuria dhe madhëria e tij, ku Allahu subhanahu wa taala është i përshkruar bi sifatil kemal wa jalal. Është i përshkruar me cilësi të plota dhe madhështore. Me cilësi të plota dhe madhështore. Pastaj thot, çështja e dytë thot që aludon për fjalës Abdullah ibn Abbasit është al-ubudiyya. Do të thonë se çdo gjë, se cila krijesë, do të thotë duhet të nështrohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Duhet të nështrohet Allahut azza wa jall. Duhet të përulet atij dhe duhet të veçoj Allahun subhanahu wa ta'ala, duke ju përulur atij, duke ju përgjëruar atij e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Sepse Allahu azza wa jall është i vetmi i cili meriton këto. Dhe këto ka të bëjnë me uluhije dhe me ubudije që i përkasin Allahut azza wa jall dhe nuk i përkasin askuj tjetër. Pastaj Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë me shirusi, të jenë djemrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, që aludojnë ose vërtetojnë
ose e pohojnë ala thubuti sifati rrahme lillahi azza wa jall. Se Allahu azza wa jall posedon cilësinë e mëshirës dhe i përket Allahut subhanahu wa taala. Dhe se mëshira atij është e gjerë. Është e gjerë, dhe wasila, dhe është e vazhdueshme, posaçërisht është e vazhdueshme për besimtarët në botën tjetër, sepse mëshira e Allahut azza wa jall në botën tjetër nuk i përfshin jo besimtarët. Ar-Rahman, dhe më thënë emri Allahut azza wa jall, yadullu ala si'ati ar-rahme. Tregon përgjegjësinë që ka mëshira Allahu subhanahu wa taala. Ku Allah azza wa jall thot një ajet kuranore, wa rahmeti wasi'at kulli shay. Wa rahmeti wasi'at kulli shay, dhe mëshira ime ka mbuluar çdo gjë. Kurse Rahim, mëshirëploti, është khas bil mu'minin. Khas bil mu'minin, mëshira Allahut azza wa jall veç për besimtarët. Në këtë botë Allah azza wa jall ndihmon çdo huj. Me mëshirën e tij furnizon edhe pa besimtarët. A keni pa, në këtë dynjë ka pi atyre që besojnë Allahut, po ka pi atyre që nuk e besojnë, po jo vetëm kaq, po edhe shajnë Allahun azza wa jall, ofendojnë Allahun azza wa jall. Shpifin ndaj Allahut azza wa jall, gënjen ndaj Allahut azza wa jall, po Allahu subhanahu wa taala ju jep me hëngër, me pi, ju jep strehim, ju jep furnizim, ju jep pasardhëse kështu me radhë. Mirë për botën tjetër, mëshira Allahut azza wa jall është vetëm për besimtarët. Wa kana bil mu'minina rahima, dhe Allahu më të vërtetë është i mëshirshëm për besimtarët. Dhe thotë çka? Që Allahu azza wa jall në botën tjetër vepron me drejtësi. Dhe mëshira i përket, mëshira e tij është vetëm për besimtarët. Këto tregojnë që mëshira e Allahut azza wa jall janë vazhdueshme këtë botë për njerëzit, por në botën tjetër mëshira e Allahut azza wa jall është e vazhdueshme vetëm për ata të cilët e besojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e tëra për dersën e sotëm. Wallahu ta'ala sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.